Alfred Belaj nga fshati Novosel kalon pothuajse gjithë ditën duke u përkujdesur për kafshët e tij që i ka në shtëpi. Ai thotë se kjo i jep një ndjesi të jashtëzakonshme gjatë gjithë përkushtimit që ka ndaj tyre. Kam tanat mirat për i tyne se edhe relaksuna me ty, e hupi kohën e lirë me ty edhe qetësuna. Kur jam ndër ty qetësuna, se jam mësu me ty. Atin kur të mësohet njëri që se fëmijë me diçka dhe i pëlqen hobi. I pëlqen, jam marak me nejtë shen, moj, pula, pluma, kreti moj veç për shef, ati hobi kështu. Belaj ka 10 lloje të kafshëve si kuaj, rosa, pula, dele, lop, qen, pëllumba e shumë të tjera dhe asnjërin prej tyre nuk mund ta veçoj se kjo do më shumë. As tash më kesit për smushti. Qërë asnjë s'muj me as që ku se tana i kam. Mos mi pas tana s'muj me nejtë s'mvyn asnjë. Nëse se moj, tana asnjë se moj hiq. Kështu se s'di me caktu cilin e kam ma për zemër as kursen. Ai tutje shtoi se kafshët duan përkushtim, dashuri dhe ushqim të bollshëm për tu socializuar pastaj me njerëzit. Na krejt familja i këshyrin, pa morë parasysh se s'jam unë më shku një vjet me nejt, dykon krejt i këshyrin të shpis. Jam unë jo një mëj i këshyrin ata nuk është problem, ama përfitime s'kam për i ty në një mëj veç për hobi. 11 prilli zyrtarisht shënon edhe ditën e kafshëve shtëpiake, ditë kjo për të cilën Belaj bën apel që shoqëria të kujdeset më shumë për kafshët.